A e kuptove ti se ke ardhë me një islam që thot pejgamberi Allahut, ka marrë me një din, me një fe tolerante, fe të lehtë. S'ka fe më e lehtë se feja islame, për disa arsye. E para për aty, kjo është bukuria e Islamit, se feja islame është feja e natyrës, e natyrshmërisë. Çka ka në fe që njeriu i zakonshëm normal që nuk përputhet, nuk përshtatet me ta? A ki gjetë diçka në fe që njeriu normal nuk mund të përballojë? A ki gjetë diçka në fe? S'ka. Kja në fe e natyrshmërisë. Se çdo fëmijë lind natyrshmërinë e pastër të Islamit. Do të thonë përputhet ajo që ka ardhur Islami me atë që Allahu ka kriju ti. Çdo sen që Allahu ta ka bo haram, është e dëmshme për trupin tënd. Sa i ka pasi në oti ti. Se Allahu të ka nderu me men, so çudit në unë. So shpenzojmë në fëmijët kur fillojnë ato, do dhënë të fëmijët për shembull nuk janë të aftshëm, psikikisht i bartën për psikologë, për mjek, për neurolog apo. Pastaj ki në kësham si të vene, viskin me vete. Ta në tavolin, mi hup men të vete. Para me dojë të më tërqë. Sa ba je pare me ble men, në kësham je pare me hup men. Tregon Islami çka ka ardhur diçka që nuk përshtatet me ti, haj. Cilën çështje e ki pa në Islam që nuk përshtatet me ti në shmëri. Ndërsa të qertë a ki pa diçka që përshtatet me natyrshmëri. Për shembull, ibadeti më i madh te krishterët është mos mu la. Ma parcavelin, dunjo, që e shef, ai që ka arrit 10 vetë mos mu la, kia është njeri më i devotshëm. Ai që smerë të haret kur njët, ki tekvallëkin në qele ko. A që si tekvallëki po do t'ja. A që kja është islamiot. Ai që si lo në durët kur hiq, dimi lo. As ftirën e vetë, as sit e vetë, as durët e vetë. Aja është njeri asket, murë, ma parcaveli. Ma gjablokin është aj murgi ma i mëdh. A kjo feja? Pra ta thëj, alhamdulillah o Zot që më ki bo musliman. Pse neve Allahu Azza wa Jalla në ka obligu që prindit mi këshirën, apo? Në shpjet tona, kurse të qerti ka thonë lej ku dush. Kjo është qëlla është me natyrshmërinë pajtohet më shumë. Ajo në e atin. Na i kena fqin, se Islami na ka porosit mi pastru dhomët ton, me i pastru dhomët ton, me pastru trupin ton, me pastruan salonin ton, me pastru borrin ton, me pastru dhe sokakin ton. A kjo është natyrshmëri apo kundra natyrshmërisë? Cila me civilizim? Kush për në qënet neve që të të rim, kur s'kanë dit në përëndim, deri frikë s'kanë pas banjë në përshpia. Ato për neve kanë mërë. Pastaj në i kanë kopiju atë kopi pas. Një banjë, një mahal. Për para kishte a kopdojnë gjdo banjë në përdojmë, apo se kishte turp. Të ishin e mamgjik, apo? Të thonë që i mora dhoma, po pëtonë, kur të martoj gjallin punën e parë me ne që ma më gjikin, apo? Ta që jo, mora s'ka nevoj. Islami në ka porosit se nona a pjesë e jetës sonë. Pastaj një Amerikana që e ngritën përëndim, mirë që ka bon, s'ka bon keq, po thamë keq. Da që dhe ka drish lipën drejtët e grafë, drejtët e nonëve, dhe ka arrit një ditë, 8 marsin a i thëjmë. Atë ka qenë 21 marsin, ndryshon për vendit, po 8 mars na i thoj me aqu një lullë. Pse një lullë, se në vetë shumë e ka dash 20 vetë se ka vizitu. I kam praktis nonat, prindrit, mësusin e kam praktis, se kanë vlerësu. Ani, s'ka problem, dita mësusit, e atin. Te na dita mësusit, atë tanë jetë.